të Lirisë zotit Ilir Meta, avokat Kujtim Cakrani dhe avokat Gylsen Zhllima. Në vijim të bërjes publike të akuzave të montuara ndaj presidentit Meta, avokatët sot do të prezantojnë pjesë nga dosja dhe konkretisht për sa i përket çështjes së shumë përfolur ÇSD-ja. Për më shumë ja kaloj fjalën avokat Kujtim Cakrani. Faleminderit, nderuar. Ashtu si që edhe kemi lançuar radhën e shkuar, ne po vazhdojmë çdo të martë dhe të enjte do bëjmë publike pjesë nga dosja për sa i përket çështjes së zotit Meta. Dhe sot ne jemi do vazhdojmë përsëri me çështjen e ÇSD-ja. Sepse kjo është çështje, është ajo ky episod më saktë i kësaj dosje dhe kjo çështje është ajo e shumë përfolura, jo vetëm në media, por edhe nga politika shqiptare, nga analist, nga avokat e kështu me radhë. Kështu që ne sot jemi të detyruar bashkë me kolegun Zhllima që të vazhdojmë duke që t'i kuptoj dhe publiku çfarë ka ndodhur me çështjen ÇSD-ja dhe pse zoti Meta nuk është i përfshirë te kjo çështje, por janë pikërisht persona të tjera ata të cilët janë përfshirë dhe janë bërë pjesë qoftë edhe korrupsioni të kësaj dosje. Po gjithsesi, prokuroria e posaçme, ashtu siç e ka detyrimin ligjor që duhet të administrojë ato prova që fajsojnë të pandehurin, po dhe ato që e lehtësojnë atë, nuk i ka marrë parasysh kodin e procedurës, po ka vazhduar duke montuar një provë aty, një provë këtu, një vit aty, 2 vite më pas, 3 vite më para, dhe kam bërë një impiant akuzator për të cilën ne po vazhdojmë, jo vetëm në sallën e gjyqit, por edhe jashtë sallës së gjyqit për ta çmontuar. Aty për të kthyer dhe një herë, pra të bëj një rifreskim asaj që ne kemi diskutuar që folëm javën e shkuar, çështja ÇSD-ja ka nisur shumë herët, por ajo u materializua në kallëzim penal në vitin 2017 nga shtetasi Romeo Kara. Dhe pikërisht në fund ka qenë fundi i vitit 2017 kur zoti Meta në atë kohë kishte pak muaj që kishte nisur rrugtimin e tij si president i Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që prokuroria dhe personazhet të politikës vazhdonin me kapacitet të plot për të sulmuar apo dhe për rrëzuar figurën e zotit Meta në atë kohë presidenti i Republikës. Por çfarë ndodh? Siç e thash që në vitin 2017 në datën 23/11/2017 është pyetur Romeo Kara në cilësinë e kallëzuesit për sa i përket çështjes së ÇSD-jas. Dhe në të gjitha rrëfimet, pra në gjithë kallëzimin e tij, zoti Kara i referohet shtetasit Ervis Mata. Dhe për sa i përket edhe lidhjeve të tij që ka patur zoti Meta me Kastrioti Ismailajn, por edhe lidhjet e tij familjare kështu me radhë, ai nuk i ka vetë parë, por i ka referuar pasi ka dëgjuar nga shtetasi Ervis Mataj. Madje ka arritur edhe kur thot se Ervis Mata ka disa herë ka pohuar dhe se çfarë ka patur Iliri me Kastriotin, pra referohet zotit Meta dhe Kastrioti Ismailaj. Pasi disa herë kur babai i Ilirit i quajtur Recep kërkonte të atakonte, Kastrioti i fshihej apo i shmangej në forma të ndryshme. Ky fakt pohet edhe nga bashkëshortja e Kastriotit në intervistat e dhëna pra për zonjën Bosaba Ismailaj. Po çfarë thot zoti Ervis Mata? Pra zoti Ervis Mata i pyetur pas deklarimit të zotit Romeo Kara para oficerit të policisë gjyqësore të kohës, deklaron se unë thot me zotin Ilir Meta thot jam njohur thot kur e ka pyetur oficerët e policisë, a jeni djeni të njohës me shtetasit Kastrioti Ismaila dhe babait shtetasit Ilir Meta i quajtur Recep? Pyetjen e dëgjova, e kuptova dhe kam për të thënë se nuk kam djeni rreth njohjes apo ndonjë takimi të mundshëm mes shtetasit Kastrioti Ismailaj dhe babait shtetasit Ilir Meta i quajtur Recep Meta. Pra, do ta kuptojmë, unë po i përmend këto për të kuptuar rëndësinë e kallëzimit. Pra, një prokurori e posaçme merret me thashë theme me një person i cili nuk ka qenë prezent,
nuk ka informacion të drejt për drejt, por thot se i ka dëgjuar nga personat të tjerë, ndërkohë që personat që ai ka dëgjuar kur pyeten përpara oficerit të policisë, thonë se nuk kanë patur një bisedë të tillë dhe nuk i kanë thënë kur gjëra të tilla. Pra, kjo e ul edhe një herë tjetër dhe padyshim që ju të kuptoni se si operon prokuroria e posaçme dhe merr parasysh thashë theme të dy njerëzve të cilët flasin për në kafene apo bisedojnë në telefon ose shkëmbejnë mesazhe telefonike. Dhe kjo është ajo për të cilën ne sot po e diskutojmë. Për sa i përket dhe Ervis Mata është personi, pra, gjithë kjo çështje është rrotullohet ndërmjet Romeo Karas, Ervis Mataj, Kastriot Ismailaj. Pra, këta janë tre personazhet. Ndërkohë që Ervis Mata si personi i cili i referohet kallëzuesi Romeo Kara, përpara oficerit të policisë thot se marrëdhëniet unë e kam njohur, thot, shtetasin Ilir Meta, i thot, pra në vitin 94 dhe në vijim. I kam shkëputur, thot, marrëdhëniet e tij në vitin 2005, me të, thot, marrëdhëniet në vitin 2005. Dhe prej vitit 2005, nuk ka patur më asnjë kontakt me zotin Ilir Meta. Nuk e di se si kallëzuesi Romeo Kara i referohet tashmë takimeve që ka patur Ervis Mata ose ka qenë prezent Ervis Mata kur është takuar zoti Ismailaj me zotin Meta ose kanë biseduar. Pra, ndërkohë që vetë personi i cili duhet të dëshmonte provat, faktet për ato që ka referuar Romeo Kara në prokurori, thot se nuk ka dieni për asnjë nga ato që kallëzuesi ka pretenduar. Dhe kjo është ajo për të cilën publikut duhet ta kuptoj. Përsa i përket çështjes së kontratës së famshme që ka lidhur Qezi me Dian, pasi Qezi kishte marrë në koncesion për të mbledhur, menaxhuar dhe administruar OSHE-n dhe sistemin energjetik shqiptar, pra mbledhjen e borxheve kështu me radhë, Kastriot Ismailaj ka lidhur kontratën me Qezin në 1 shtator të vitit 2010. Të nderuar, në 1 shtator të vitit 2010 nuk ka qenë ministër ekonomie edhe energjetikës, infrastrukturës e kështu me radhë zoti Ilir Meta. Jo, ka qenë i ndjeri Dritan Prifti. Kështu që të gjitha këto versione që janë kallëzuar dhe merren si të mirëqëna nga organi akuzës, rrëzohen po pikërisht nga vetë organi akuzës i cili ja ka vendosur ne në dispozicion kontratat që janë lidhur ndërmjet Qezit edhe Dias. Dhe Kastriot Ismailaj i pyetur qoftë përpara oficerit të policisë për të dëshmuar në vitin 2022, qoftë në gjitha bisedat që ka patur edhe me shtetasin Romeo Kara edhe me Ervis Mataj, ka mohuar kategorikisht që ka lidhje me politikanin apo drejtuesin ateshëm zotin të partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, zotin Ilir Meta. Dhe ai aty i referohet në vit të parë, thot, unë thot, kam patur lidhje me Amerikan. Dhe këtu Amerikane që ka ndihmuar zotin Kastriot Ismailaj, nena del Rebeka Kaskin. Rebeka Kaskin është një përfaqësuese Dias dhe i ka dhënë mundësinë Kastriot Ismailajt që ai të zhvillojë biznesin e tij dhe të hapi Dian për Shqipërinë, pra filialin për Shqipërinë. Dhe prokuroria të gjitha këto i ka, sepse ne na prokuroria i kemi nxjerr të gjitha. Dhe nëse do t'i referohemi emaileve të vet Ervis Matës, i cili ka qenë një personazh sepse ka punuar, pra ka qenë i afërt me Kastriot Ismailajt bashkë me shtetasin Romeo Kara, në emailin e tij të datës 16 të ditës së mërkurë 16 prill 2004 ora 2014 ora 9:04 minuta, që ja ka nisur një avokatit të zotit studios së avokatisë së zotit Kastriot Ismailaj që ndodhe në Vjen, i thot se, pra në këtë email thot se Kastrioti
dhe ka patur lidhje me zoti Qazim Tepshi. Zoti Qazim Tepshi ka qenë ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Prag, në Çeki, në atë periudhë. Në Republikën Çeke, prej vitit 2007 dhe 2011, ky person e përfshiu dhe ja referoi Kastriotit Qezi në Prag. Pra, nuk pas ka qenë zoti Meta, ai që ka referuar, që ka ndërhyrë, që Kastrioti Ismaila të fitonte, pra të ishte ai bashkëpunëtor me Qezin, po ja na del këtu që pas ka qenë që një ndër personat pas ka qenë edhe zoti Qazim Tepshi. Dhe ata, sepse zoti Qazim Tepshi thot këtu, i kanë kërkuar Qezin në Prag për që ai t'i referonte biznesmen lokal të cilët kishin besim tek qeveria dhe te politikanët. Kur thonë te qeveria dhe politikanët, në këtë email të zotit Ervis Mataj, më poshtë thuhet, Kastrioti i ka premtuar rishfet dhe pagesa zotit Hejsek. Hejsek ka qenë përfaqësuesi i Qezit, përfaqësuesi i lartë i Qezit për Shqipërinë, pra Hejsek. Kastrioti i ka premtuar rishfet dhe pagesa zotit Hejsek, zyrtarëve të lartë të Qezit në Prag, ish ministri të ekonomisë, zotit Dritan Prifti, dhe politikave të ndryshëm antarëve të erës, Rebekas, mua dhe disa personat të tjerë. E pra, ky është dokumenti që prokuroria e posaçme nuk guxon ta përmend as në kërkesën e tyre për gjykim. E pra, ja ku është akuza, kjo është akuza. Në 3 rreshta është akuza, ku Dritan Prifti është personi i cili ka qenë lidhur me Kastriot Ismailaj. Apo jo, i ndjeri Dritan Prifti. Dritan Prifti ka qenë ministri ekonomie dhe ka firmosur në datën 1 nëntor 2010 për lidhjen e kontratës ndërmjet Qezit dhe Dias. Kështu që ku hyn këtu dhe ku është këtu zoti Meta. Dhe për të vazhduar më pas, për shkak të emaili shumë i gjatë, po unë pe citoj pjesë për të kuptuar. Për shkak të mbështetjes dhe ndërmjetësimit të një personi i cili ka punuar në atë kohë si këshilltar i presidentit të Shqipërisë, Kastrioti i shpëtoi përsëri kësaj historie, duke Kastrioti i referohet dhe përmendet nga ish ministri ekonomisë Dritan Prifti, si personi i cili shërbente politikës dhe interesat të saj, duke qenë në cilësinë e antarit të bordit të Qez Shpërndarje dhe në ditën kohë duke bërë biznes me Qezin. Pra, lidhjet të nderuar pas kanë qenë ndërmjet Kastriotit, Dritanit, Hejsek, pra pas kanë qenë të gjithë të përfshirë. Dhe Rebekës, pa dyshim se Rebeka është personi kyç, është Amerikania, për të cilin prokuroria e posaçme, edhe me kërkesën tonë gjatë fazës hetimeve paraprake, po dhe në seancë paraprake kemi kërkuar kthimin e akteve prokurorisë me qëllim që prokuroria të thirrte dhe të pyese si personi që ka djeni Rebeka Gaskin amerikane. Nuk e dim pse prokuroria ka nguruar, nuk e ka thirrur. Këtë ndoshta edhe për reputacionin e saj, lidhjet e saj, ndoshta prokurorët kanë pasur dhe frikë, ky është problemi i prokurorëve, po padyshim që ne këtë do ta kërkojmë në themel, pra kur çështja të nisë në themel, do jetë një nga kërkesat tona që zonja Rebeka Gaskin të thirret për të dëshmuar. Tani, çfarë ndodh? Këtu kemi një email ku studia, ma jep pak emailin avokat, studia e avokatisë së arbitrazhit në Vjenë, duke marrë parasysh faktin që në Shqipëri, po përmendej, kur ishte gjyqi arbitrazhit, ku qeveria shqiptare ishte palë kundër Dias, dhe kjo ka qenë, sepse këtu ka lindur të gjithë historia dhe spaku këtë pjesë, pra prokurorët e posaçëm nuk e kanë hetuar, dëmi financiar që ka shkaktuar prishja e kontratës dhe shumë amaramëndse, miliona eurë që ka humbur shteti shqiptar nga kjo, pra në lëshimet që i ka bërë Qezit, atëre nuk e përmend, por duke qenë se në mediat, pranë të caktuara, të paguara, analistë e kështu me radhë, media ndërkombëtare, të paguara kanë përmendur emrin e zotit Meta, sepse përmendet në
çështjen e arbitrazhit përmendet një ish kryeministër dhe të gjitha luduan si një ish kryeministër i bindet ishte zoti Meta, por në fakt avokatët e studios avokatisë së që mbronin shtetin shqiptar me emailin e datës 1/9/2015, ora 16:07 minuta, ja ka dërguar drejtueses ose më saktë avokates shtetit, zonjas Alma Hiska, ku i referohen se në referim pra të gjithë kësaj historie për sa i përket ish kryeministrit, nuk është zoti Meta, po është ish kryeministri zoti Wilson Ahmeti. Pra, edhe këto aludimet dhe këto tymnajat që u ndërtuan atëre nga media, nga analizë dhe njerëz të caktuar kundërshtar politik ose jo të zotit Meta, përsëri dhe ky version dhe ja ku është studio avokatisë që e administron edhe prokuroria, pa dyshim se ata na e kanë vendosur në dispozicion. Clifford Change është studia e avokatisë, i cili ka dërguar zyrës avokatit të shtetit në Shqipëri këtë emailin ku përjashton kategorikisht ndërhyrjen ose përdorimin e emrit të zotit Meta dhe ku i kanë kërkuar falje edhe zotit Meta për sa i përket të përdorimit pa drejt të emrit të tij në çështjen e Çezit, në çështjen e arbitrazhit në Vjenë. Kështu që këto prova për të cilat ne po i bëjmë publike, që dhe padyshim ata që kuptojnë dhe duan ta kuptojnë që çështja e Çez Diar nuk është asgjë tjetër, vetëm një montim i montuar keq politikisht dhe padyshim për të mbajtur nën arrest dhe në bodrumet e 313-sh ish presidentin e Republikës, ish kryeministrin, ish kryetarin e Kuvendit dhe aktualisht presidentin e Partisë së Lirisë, zotit Meta. Kështu që kjo histori e Çezit dhe Dias mund të jetë një histori jo që është e sajuar, por është një histori e cila e ka ndjekur prokurorinë shqiptare, sepse prej vitit 2017 deri sot që po flasim, zoti Meta pa përdorur emrin e tij në asnjë komunikim zyrtar, në asnjë komunikim informal, në asnjë proces gjyqësor nuk është përmendur kurrë emri i zotit Meta, çuditërisht persona të cilët i shkaktuan shtetit shqiptar një dëm 100 milion euro, se ju e dini shumë mirë atëherë, apo jo avokat, që i shkaktuan një dëm shumë i madh, sot ata persona nuk po mbajnë përgjegjësi penale. Mos harrojmë që çështja Çez Dia pati dhe një komision parlamentar të kohës, ku drejtohej nga zoti Balla, ku u hetua përsëri dhe nuk doli kurrë në asnjë nga ata të cilët dëshmonte ky komision parlamentar emri i zotit Meta. Nuk e di ku e ka gjetur prokurori Altin Dumani, që ka përfshirë zotin Meta tek dosja e tij, te dosja Çez Dia. Pa dyshim që kjo çështje do zgjidhet në gjykat, por ne e kemi zotin Meta, sepse ne avokatët e kemi përballjen në sallën e gjyqit, zoti Meta, ne jemi këtu në emër të zotit Meta, e ka përballjen e tij me publikun për t'i treguar atyre që nuk ka patur asnjë aferë korruptive dhe nuk ka patur qoftë 100 dark që të jenë dëmtuar interesat e shtetit shqiptar, ku të jenë dëmtuar taksa paguesit e varfër shqiptar. Dhe do të theksoj një fakt tjetër, që askush dhe prokuroria nuk e ka përmendur, që Çezi ka patur 76% të koncesionit, 24% i ka pasur shteti shqiptar. Dhe zoti Meta, nëse ka përfaqësuar, qoftë kjo edhe në Vjenë, në Prag e kudo, ka përfaqësuar si ministër interesat e shtetit shqiptar. Dhe as prokuroria nuk ka bërë një bilans ku të thotë sa është dëmi dhe ku janë dëmtuar interesat e shtetit shqiptar nga ministri i ekonomisë, ministri i jashtëm që ishte atëherë zoti Meta, apo në tërsinë e veprimeve të tij nga zoti Meta. Nuk ka një akt administrativ, nuk ka një veprim administrativ. Janë pyetur të gjithë bordi i erës, është pyetur bordi i erës dhe nuk kanë dhënë asnjë dëshmi lidhur me sa i përket as uljes edhe ngritjes së çmimit të energjisë. Kështu që kaq kisha për sa i përket kësaj, fjalën do ta marr avokati. Zoti Zlima. Përshëndetje. Atëherë duke i referuar gjithmonë edhe praktikës gjyqësore, ne si avokat betejën e kemi në sallën e gjyqit, por e vërteta është që
personi që ne përfaqësojmë është një person I cili ka një historik të gjatë në Republikën e Shqipërisë, ka përfaqësuar interesat kombëtare, është një I burgosur politik, për arsye se gjithë akuzat që dia është një akuzë politike për shkak të funksionit politik të asajt kohë si kryetar I Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe në atë kohë bashkëqeverisje Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim 2009-2013. Duke qenë në kushtet se sot zoti Meta ndodhet në paraburgimin 313. Ai vendim që është dhënë me datën 23/10/2024 nga një gjyqtar që në mendimin tim është një noter gjyqësor, pra është një noter I prokurorisë dhe ka kushtet e gjyqtarit noter, nga faqja 1 deri në faqen 32 I referohet kallëzuesit Romeo Kara dhe nuk I referohet asnjë fakti konkret penal që të tregoj fakt që zoti Meta është I përfshirë drejt për së drejti në një aferë korruptive. Si në formën e direkt, si në formën indirekt, zoti Meta nuk duket nga faqja 1 deri në faqen 32, aq sa na takon për kallëzimin e kallëzuesit Romeo Kara. Gjithashtu, duhet nënvizuar tek ju disa fakte që tha edhe parafolsi, dhe është fakte tronditse, për arsye se përfshin zotin Meta me ambasadorin në atë kohë. Po. 2007-2011. Të jemi realist, ambasadori është emëruar 2007 që I përkishte qeverisë të mëparshme, Partisë Demokratike. Ndërsa zoti Ismailej thotë që unë e kam njohur në një hotel ambasadorin dhe nuk ka qenë kurrë lidhur me zotin Meta në aspektin e lidhjes për çesdian. Po ashtu Elvis Mataj, një ndër personazhet kryesor në gjithë aferë apo skandal, quajeni ju si të doni, në letrën ose në emailin që I dërgon avokatit të studios të zotit Kastrioti Ismailej, thot qartazi, Kastrioti ka premtuar pagesë ish ministrit të ekonomisë Dritan Prifti. Pastaj, po ashtu, ai I referohet po të njëjtën gjë, që po Dritan Prifti me Kastrioti Ismailejn. Pyetje që lind për opinionin publik. Ku ndodhet Ilir Meta? Ku ndodhet? Në cilën paragraf e ka gjetur prokuroria e posaçme, e ka gjetur edhe gjykatësi që vendosi masën fidestare të sigurisë arrest në burg ndaj zotit Ilir Meta. Prandaj ne themi që përveç se është një betejë gjyqësore që ne avokatë do përballemi në gjyq, e vërteta është që zoti Meta kërkon të ketë një transparencë tek publiku, që gjithë ky procedim nuk është penal, por është politik për te, sepse ne shikojmë që funksionar të tjerë, përveç zotit Meta, janë përfshirë në marrëdhënie, marrëveshje, klienteliste me njëri tjetrin, dhe nga të gjitha këto akte që ne kemi të administruar këtu, nuk përfshihet zoti Meta. Jo vetëm se nuk përfshihet në atë që ne themi vazhdimisht në akte shkresore, por nuk përfshihet edhe nga vet Elvis Mataj, kur zoti Romeo Kara e përmend vazhdimisht zotin Meta, ku ndërkohë nga të gjitha aktet që lexoi edhe kolegu, nuk përmende as zoti Meta, as familja e tij dhe as një person, as nga Kastrioti Ismailej, as nga Elvis Mataj. Pyetja që shtrohet, për të thënë radhës tjetër, është zoti Romeo Kara ka pasur, pra I erdhi memoria në 2017, apo memorien e fitoi pas një rasti, apo një këshille, apo një marrëveshje që ka patur me dikë, apo me disa faktorë. Pse them këtë gjë? Se në të ardhmen do ju sjellim një dokument në 2017 kur zoti Romeo Kara thot disa gjëra të cilët në aspektin e të menduarit I shikojmë në filma. Në rast se është e vërtet, ne pse jo duhet të ftojmë edhe zotin Romeo Kara në gjyq të dëshmojë atë çfarë ka shkruar në një letër, edhe personat të cilët ai ka përfshirë aty. Dhe prandaj që ta konkludoj, vendimi penal ose vendimi mas sigurisë ndaj zotit Meta sot, për mendimin tim, rrëzohet vetëm me këtë email që ne po nxjerrim tani.
është i rrezuar se nuk përmendet në asnjë paragraf zoti Meta. Përmendet i ndjeri Dritan Prifti. Dritan Prifti ka nënshkruar marrëveshjen në 1 shtator 2010. Pra ai ka qenë personi që e ka bërë këtë gjë. Ai ka qenë funksionari publik që e ka bërë atë gjë. Dhe dua të citoj edhe diçka të fundit, që korrupsioni pasiv kërkon funksionarin publik ta kryejë atë veprim. Në rastin konkret nuk është subjekti zoti Meta, është subjekti i ndjerit Dritan Prifti. Pra, në anën procedurale, për të plotësuar një vepër penale, na kërkojnë 4 elementë që ta bashkëshoqërojnë. Në rast se mungon një nga elementë figurës së veprës penale, rrëzohet akuza, dhe në rast se ne shkojmë tek rasti i zotit Meta, edhe përmendim këto fakte këtu, zoti Meta nuk është as subjekt dhe as ana objektive. Mos them ato të tjerë që si ka fare, po gjithsesi po e bëjmë në të paktën të dyja mungojnë. Mungon subjekti, mungon edhe ana objektive. Për ata që e kuptojnë, për popullin e thjesht, ne themi shumë qartë. Procedimi penal është një procedim penal i cili nga politik është konvertuar penal për të izoluar presidentin e një force politike me qëllim që ai mos të ketë akses mediatik për të dalë vetë ai për të treguar të gjitha këto dhe duke e mbajtur në mënyrë të padrejtë në burgun e 313. Besoj, koleg, që ta konkludojmë, në të ardhmen do të sjellim edhe fakte të tjera që ka të bëjnë me kallëzuesin, sepse pikërisht prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme është marrë vetëm me kallëzimin e Romeo Kara. Dhe duke parë këto fakte që ne po ju atë citojmë dhe ju atë publikojmë, një gjyqtar i ndershëm i Republikës së Shqipërisë, në rast se ekziston, të paktën duhet thoshte, zotëri, një sekond, nuk mund të dëmtojmë buxhetin e shtetit duke vendosur një person në paraburgim, sepse çdo ditë duhet paguhet në rast se merret pafajësi, dhe ajo që është e çuditshme, në të njëjtin procedim persona të tjerë janë detyrim paraqitje. Prandaj quhet një procedim politik dhe jo një procedim penal. Faleminderit. Dhe diçka, faleminderit avokat, dhe diçka të fundit, përsa i përket kësaj çështje, për fundit për momentin, ka patur një proces penal për ndaj Kasriot Ismailaj, sepse sipas prokurorisë Tiranës së kohës, prokurore dhe më pas gjykatës që e konfirmoi, ka patur një dëmtim, pra Kasriot Ismailaj kishte prerë ose kishte vjedhur shtetin, kishte vjedhur qezin në fakt, sepse faturat ishin fiktive sipas tyre, ka lëshuar aq fatura kaq dhe ka përfituar kaq lek. Problemi qëndron ky. Në të gjithë personazhet që janë pyetur te çështja e Kasriot Ismailajt, të gjithë pra, të gjithë, edhe ISEK dhe kushdo tjetër, ka dëshmuar përpara prokurorisë dhe gjykatës së Tiranës për çdo gjë. Nuk është përmendur qoftë një herë të vetme emri i presidentit zotit Meta. Qoftë një herë të vetme. U bë një proces i tërë në arbitrazhin e Vienës. Nuk u përmend një herë të vetme emri i zotit Meta. Por, çuditërisht, fakte të ndodhura sipas kallëzuesve ose personave të cilët ose siç mendon prokuroria e posaçme, të ndodhura gjoja në vitin 2010, kallëzohen në vitin 2017. Pra, ne dimë që me kalimin e kohës, të ikën kujtesa, nuk të vjen. Çuditërisht, këtyre pas ka ardhur kujtesa në vitin 2017, dhe pse si kallëzuan këto në moment këta, kur panë që kishte korrupsion, të madh dhe kështu me radhë historira? Pse? Kjo është pyetja që ne kërkojmë përgjigje. E kemi kërkuar prokurorëve, po Altin Dumani nuk na erdhi se pat kurajon guximin të vitet përballë qoftë një herë vetëm në seancë paraprake, që bëmë 10 seanca në fakt, dhe nuk e erdhi të jepte përgjigje kësaj. Kam keqardhje për dy ata prokurorët që erdhën, kam keqardhje, ndej për ata një dije keqardhje të madhe, sepse ata nuk e kishin iden fare të dosjes dhe çfarë kishte ndodhur me Qezin. Qezdia. Duhet vinte Altin Dumani, nuk erdhi të përballej. Kështu që zoti Meta është në betejë me publikun që të kuptoj publiku që po mbahet sot padrejtisht të paraburgim. Ne betejën tonë me kolegun e kemi juridike
por duke qenë që ai nuk e ka mundësinë, të gjitha këto që ai do i bënte publike, po ja bëjmë ne, dhe prandaj jemi këtu. Por gjithsesi të kuptoni që është bërë kryer dhe një hetim lidhur me këto. Po si ka mundësi që një kallëzues në vetë flet në vetë të tretë. Flet as në vetë të parë, po në vetë të tretë. Dhe i merret parasysh të shkojë sot një qytetar, dhe sa qytetar bëj kallëzim penal sot e Spaku dhe u kthen, u refuzon Spaku kallëzimin. Sepse je i pabesueshëm thon, pasi ti nuk i ke provat fakte, nuk i ke përjetuar vet. Pra dhe dëshmia indirekte merret me rezerva. Spaku u kujtua prokuroria e posaçme në 2019 dhe Altin Dumani që të regjistronte procedimi penal se në 10 vite më parë na ishte bërë nami dhe kishte influencuar zoti Meta te Dritan Prifti për të fituar Kastrioti Ismailaj kontratën. Por në takimin e radhës, ne do ju bëjmë publike edhe fakti se si kanë shkuar kandidatura, shumë kandidatura në vijën dhe si është bërë përzgjedhja që është fituar nga zoti Kastrioti Ismailaj. Zoti Meta është po fajsohet, pra misia që ka patur që në të hershme me Kastrioti Ismailaj, për Spaku, po e kriminalizon. Pra Spaku ka arritur të kriminalizoj misin. Në këto nivele ka arritur prokuroria e posaçme pra. Po kriminalizon misin tamam, si në 45-ën të kriminalizonin, se kishte qenë me ata armikun e klasës, ata ballistin, ata legalistin, dhe ata amerikanin dhe ata inglezin. Ja e njëjta gjë po vijon sot me prokurorinë e posaçme. Për turpin e tyre. Për turpin e tyre po mbajnë një të pafajshëm në paraburgim. Kështu që do shihemi në premten apo jo, Smina? Për fakte dhe prova të reja, sepse kjo dosje do çmontohet. Faleminderit. Faleminderit.